kjo për shoqatën Peza të Lushnjës është një vlerësim shumë i madh nga Kryesia Kombëtare e Shoqatës Patriotike Kulturore Myslim Peza Tiranë. Ne në kuadrin e këtyre festave të shtatorit, të 85 vjetorit të formimit të qytetës Pezës dhe 83 vjetorit të konferencës Pezës, kemi hartuar një program pune. Dhe një nga programet e punës që kemi neve është në ngritja e një mini muzeu në ambientet e zyrës së shoqatës tonë. Dhe për këte njoftuam Kryesinë Kombëtare dhe ata erdhën këtu për të na vlerësuar punën tonë. Dhe përveç kësaj do të ketë vizita dhe nga rrethet e tjera në këtë qendër, në zyrën tonë, për të marrë përvojën e punës që ka Shoqata Patriotike Kulturore Bashkia e Lushnjë. Ne sot erdhëm në Lushnjë, së bashku me profesor doktor Gjeladin Çekën, nënkryetari i shoqatës, Agron Jaseminin, kryeredaktori i gazetës Peza, për të parë zyrën që ka përgatitur Dega e Lushnjës në interes të Shoqatës Patriotike Kulturore Myslim Peza. Dega e Lushnjës ka punuar pa u lodhur, me angazhim dhe përkushtim maksimal, dhe me sa pam, këtu ka pasqyruar që nga krijimi i kësaj dege e deri më sot, jetën dhe veprimtarinë e saj si degë. Kuptohet që me ndihmën tonë, konsultime me ne ka patur pa ndërprerje, ne me sa jemi munduar ja kemi dhënë të gjitha të dhënat e çfarë duhesh, por e shohim që është realizuar në vijimësi nga krijimi e deri më sot, pasqyruar ato që kanë qenë më përpara në kryesi dhe ato që janë sot dhe aktivitetet e veprimtarisë që bëjnë. A do kishit ju një mesazh për brezin e ri që të bëhen pjesë e shoqatës Peza? Shoqata Patriotike Kulturore Myslim Peza, një nga detyrat kryesore të saj në bazë statutit ka mesazhin për të përcjellë brezave të ri advetarizmin. Do me thënë, Shoqata Patriotike Kulturore Myslim Peza bazohet në historinë e lavdishme, historinë më të lavdishme të popullit tonë, që ka qenë periudha më lavdishme e popullit tonë. Edhe Myslim Peza, heroi popullit, komandanti legjendar i qetës parë antifashiste nacional shqiptare në Shqipëri, në Ballkan, edhe në Europë, është e para që shkrepi armën kundër fashizmit, qeta e parë antifashiste, me 5 qershor 1940 e krijuar në Pezë. Faleminderit.